Është një natë kaq e bukur sa që po mendoja për një moment se emri Dodon, duke parë monedat e Dodonës, që është Deusi dhe Diona, ishin që të dyja burr e grua në monedha, rezulton që Dodon është një akronim. Një lloj si themi sot NATO për North Atlantic Alliance, edhe në lashësi Dodon ishte një akronim për Deus, Zeus dhe Dion, gruaja e Zeusit. Dion do thot hynore. Është një njëjti emër që përdoret për Dionisin. Pra, Dodon është thjesht akronim. Dhe është përdorur nga ilirët përderisa grekët këtë fjalë nuk e kuptonin. Fakti që emri Dodon përfundon me një e femërore që shqiptohet sot Dodoni, por shqiptoheshte atëherë Dodone, tregon që kemi të bëjmë pikërisht me një akronim të dy perëndive. Dodona ishte pikërisht Selia e Zeusit dhe Dionës që ishte një titane. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë madhështor shkencor.